Në mbledhjen e pasdites së të njëjtës, Bordi i Transparencës caktoi çmimet tavan për karburantet ku nafta nuk duhet të shitet më shumë se 203 lek litri, ndërsa benzina jo më shumë se 175 lek litri. Megjithatë, ky vendim duket se nuk po zbatohet njësoj nga të gjitha pikat e karburanteve në Shkodër, pasi disa prej tyre janë përmbajtur çmimeve të përcaktuara ndërsa të tjera jo. Pavarësisht kësaj ulje të lehtë të çmimeve, shumë drejtues mjetesh vijojnë të drejtohen Malit të Zi për furnizim, pasi karburanti atje mbetet më i lirë, krahasuar me tregun vendas. Rritja e çmimit të naftës në Shqipëri po i detyron gjithnjë më shumë drejtuesit e mjeteve që të zgjejnë alternativa më të lira për furnizim. Një nga zgjidhjet që po gjejnë është kalimi drejt të Malit të Zi, ku çmimi i karburantit është më i ulët sesa ai tregut vendas. Po, atë si punoj. Sa ka ndikuar rritja e çmimit naftës në vendin tonë dhe a shihni si alternativë ndoshta Malin e Zi për të furnizuar atje? Me thënë drejtën të na është pak më shtrejt nafta, me krahasu me Malin e Zi. Mali i Zi e ka 1.7 mire, 1.55 ka atë që është ma dobë, se punon me dy variante. Furnizojmë vazhdimisht tamaj, edhe më intereson. Më intereson se thonë ka di 300-400 lek me të vjetra ma lirë. Normal drejt Malit të Zi, po edhe në Mal të Zi ka ndryshuar çmimi pak edhe atje. To te na është bë katastrofë krejt, sa do të më mirë me fik makinën mos me punu. Të s'ke që me thonë as pasagjerit, a çu nafta mi marr diçka më tepër. Diferenca e çmimit edhe pse mund të duket e vogël për litër, në total përbën një kursim të ndjeshëm për qytetarët. Megjithatë, kjo situatë po sjell edhe shqetësime për tregun vendas të karburanteve, pasi një pjesë e konsumatorëve po zhvendosin blerjet jashtë vendit, duke ndikuar në uljen e shitjeve brenda Shqipërisë.